Javën e kaluar ju folëm për një gjeni të mashtrimit kompjuterik 20 vjeçarin Ermes Hoxhalli, i cili përmes personazhit imagjinar që kishte krijuar me emrin Klea Rama, arriti të vinte në lojë sistemin arsimor në Shqipëri. Ai sajoi një projekt gjoja në bashkëpunim me ambasadën amerikane për t'i ofruar nxënësve shqiptar mundësi shkollimi dhe edukimi në SBA. Për të marrë aprovimin nga Ministria e Arsimit, Ermesi pati një ide brillante. I fshehur në emrin falso Klea Rama dhe nën këtë imazh, që në realitet është këngëtarja dhe modelja Grecia Abrams, ai u hoj sigurisht e mbesa e kryeministrit Edi Rama. Dhe vetëm kaq u desh që Ministria e Arsimit i hapte dyert dhe të angazhonte shkollat nga veriu në jug për të realizuar këtë projekt kaq të rëndësishëm. Ju treguam gjithashtu se si ishte rritur me zvështirësisht në fshatin e vogël Qipan të Devollit, në një familje të thjeshtë, mes blegtorisë e bujqësisë. Vizituam edhe shkollën 9 vjeçare, ku ai hodhi hapat e parë të edukimit, biseduam me familjarët e tij, komshin, mësuesit dhe miqt, të cilët përshkruan një herë me skret tjetër nga ai që do t'ju prezantojmë pak më vonë. Gjunoj djashtë gjunoj. Ti di pse e bëri ja mirë të mendja dikujt pusha që të bënte gjithë ato. Të tërkshanti si ka mundësi. Ajo zdilte pe parku të derës. Kush e mori biçaf djalë nuk ndreq. Djalë aty nuk ku kishte. Ti si dëgjosh në zeri. As problema si duanit, as irakis, as gjej. Jam habitur kur e dëgjova atë ditë kam qarë me çuptë. Vinte pe shkollë, rinte këtuja, bente detyrë, shkronte, bente. Është rritur me vështirësi, në punë, në fshatra, punojmë. Djali vinte edhe me dhënë, djali vinte grite dengje. Gazeteta, filloi të shfaqte dëshirën për gazetar, për gazetar. Ardhe pasaj aty shkoi në disa kështu interpretime me gjimnazin, teatrin e Korçës, u aktivizua. Kjo dëshirë e parë për të bërë aktor u kthye më pas në një ëndër e cila po shkonte drejt realizimit, kur Ermesi nisi studimet në Akademinë e Arteve. Nga një fshat i vogël ku jeta ndërthure mes punëve të përditshme dhe dëshirës për të bërë dikush, ai u zhvendos në kryeqytet. Por me sa duket, atje në shkollën e mesme kishte lënë në mes një projekt i cili do të vazhdojë edhe gjatë kohës së qëndrimit në kryeqytet. Dhe këtu nuk po flasim për një projekt të çfarëdoshëm, por për atë të mashtrimit të madh që më pas bëri bujë në të gjithë vendin. Sidoqoftë, në fshat apo në Tiranë, objektivat ishin të njëjta, edhe pse me forma disi të jashtëligjshme. Por para se t'ju tregoj me detaje se si nisi mashtrimi, kush u përfshi dhe kush e pësoi më rënd, le të kuptojmë pak pse e kurdisi me kaq detaje këtë zinxhir mashtrimi të institucioneve arsimore. Është hobi i tij, kaq. Të luaj. Të luaj. Ai do të di që nga një fshat i thellë i Korçës, luan me ministre, luan me drejtor, edhe shikon shkallën e nivelit, ku është ky me shkallën e nivelit ignorant që është poshtë në bazë, ku nuk njohin teknologjinë moderne, të cilën e ka përdorur ky para se të vinte në Tiranë. Niveli i IT-s është shumë i lartë te ky njeri, një emër buri ai edhe kam pritur si shpëtimtar. Këtu avokati ka të drejtë. Një i ri nga provinca që vën në lojë sistemin nuk mund të konsiderohet as pak si më i keq i të këqinjve. Por më tepër që nuk ka përfituar asnjë lek nga mashtrimi që ka kryer nën emrin e mbesës imagjinare të kryeministrit Rama. Që Ermesi ishte një i ri me shumë ëndra dhe dëshira, mjafton të hedhim një sy në profilin e tij në Instagram. Aty shohim se kemi të bëjmë me një person të ndjeshëm, me pasione dhe me sa duket edhe me shumë njohje, pa harruar edhe dellin e tij letrar që e shpalos her pas here. Por tani le të shohim pak detajet e projektit imagjinar nga i cili u mashtruan të gjithë pa përjashtim. Çdo gjë nisi nga ky email që Klea Rama i dërgoi më datë 15 shtator 2023 ish zëvendës ministres Nina Guga. Kërkojmë që maturantët e të gjithë shkollave të arsimit publik shqiptar të plotësojnë dokumentin për shprehje interesi në projektin Let's Talk Together About US 2024. Projekti synon informimin për studime në Shtetet e Bashkuara, mbështetur nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Tani kërkojmë lejen tuaj për të nisur bisedimet me zyrat vendore arsimore dhe më pas me titullarët e shkollave. Shpresoj të kemi një përgjigje sa më të shpejt pozitive, pasi janë pak e vonuar me procedurat. Klea imagjinare e kishte me nxitim. Projekti ishte serioz dhe duhej miratuar. Në kushte normale, Ministria e Arsimit do të bënte verifikimet e rastit. Por kur bëhej fjalë për mbesën e shefit, gjërat duheshin bërë me një të rënd të lapsit. Sidoqoftë, për të evituar çdo lloj hezitimi të zëvendës ministres, një ditë para dërgimit të emailit, Ermesi, duke u hequr si Klea, e kishte kontaktuar atë privatisht në WhatsApp. Sipas deklarimit që zonja Guga ka dhënë në prokurori, Ermesi, përveç se i kishte folur për projektin, i kishte dërguar edhe një foto të vetes. Jo të vetes, të vetes, bashkë me kryeministrin Rama. E gjitha fake. Dhe për të qenë i sigurt se zëvendës ministra nuk do të bënte ndonjë verifikim të fotos, Ermesi ja dërgoi asaj duke përdorur opsionin View Once.
Në këtë mënyrë, zonja Guga do ta kishte të vështirë që ta ruante. Sidoqoftë, efekti ishte i menjëhershëm, saqë 3 ditë pas këtyre komunikimeve, projekti do të miratohej dhe do t'i delegohej për zbatim drejtorisë së përgjithshme të arsimit, e cila ju dërgoi shkres një numër të madh zyrash vendore arsimore që më pas përfundoi në disa shkolla të mesme të vendit, duke i urdhëruar që të koordinohen me Klia Ramën për informimin e maturantëve. E theksojmë, asnjë verifikim në faqe zyrtare të Departamentit të Rinisë dhe Zhvillimit të Komunitetit në New York, asnjë konfirmim nga ambasada amerikane për vërtetësinë e projektit, asnjë kërkesë për vënje në dispozicion të një mjeti identifikimi të këtij personi që premtonte Amerikën për maturantët. Rëndësi kishte që në komunikime ishte prezantuar si mbesa e kryeministrit dhe kaq ka mjaftuar që Ministri i Arsimit të vijej në dispozicion të një mashtruesi. Nga ky projekt që ushtri në gjimnazet e Shqipërisë, që nga veriu e deri në jug, fatkeqësisht u mashtruan me qindra nxënës e mësues. Për ta bërë sa më të besueshme skemën, Hoxhalli u kujdes në detaje, duke shpalosur të gjithë kreativitetin e tij. Fillimisht, ai bleu këtë numër me prefiks amerikan, më pas hapi një adresë falso me emrin e tij të artit, ku postonte foto të kryeministrit. Pra, një ditë fotografonte xhaxhain teksa lexonte dhe një ditë tjetër shijonte kafen me të. Edhe për tekste shoqëruese të fotove, nuk ke çfarë thuash. Një genialitet më vete. Mbesa e Ramës pra. Pasi ndërtoi këtë profil të rem, Iriu hapi edhe një faqe në web ku përshkruan se çfarë përfaqëson ky projekt dhe ku afishoi këto emaile, strukturën e komisionit të projektit dhe listën e universiteteve ku nxënësit mund të aplikonin për trajnime. Gjithçka tepër serioze. E kush nuk do të ndohej për të provuar një eksperiencë kaq të veçantë. Në këtë faqe, e ashtu quajtura Klia Rama kishte ndërtuar edhe këtë rregullore, programin, shortet që do të hidheshin dhe datat e provimeve. Më pas do të vinte radha e këtij formulari, që ishte qershia mbi tortën e këtij projekti fake. Sipas mbesës imagjinare të Ramës, formulari vinte nga shtëpia e Bart dhe duhej të plotësohej nga nxënësit pjesëmarrës. Ndërsa ajo që do të dëgjoni tani mund të ngjajë qesharake, por është vërtet e dhimbshme dhe fyese për trupat arsimore të shkollave pjesëmarrëse, sepse Iriu vuri në sfidë mësuesit, të cilët u bën pjesë e një votimi për përzgjedhjen e koordinatorëve në secilën shkollë pjesëmarrëse në këtë projekt. Ky është kabineti që ai ndërtoi, ku si drejtoresh të përgjithshme përzgjodhi mësuesin e anglishtes së gjimnazit Qemal Stafa në Tiranë, Valentina Lamaj, ndërsa disa mësuesve të tjerë ju ofruan këto poste. E pasi Ermesi e shtroi rrugën e tij të bashkëpunimit, duke mashtruar mësuesit dhe maturantët e gjysmës së Shqipërisë, puna për realizimin e projektit filloi. E çfarë të shije? Nxënës që studionin fort duke ëndërruar për studimet për te oqeanit, mësues që punonin jashtë orari për koordinimin, drejtorë dhe zëvendës ministre që dilnin publikisht duke përshëndetur Klia Ramën. Urojmë shpresojmë kemi fitus, mbase të bëhet më e mira për juve, për shkollën tonë dhe për gjithë sukses. Përshëndetje të dashur nxënës, e dashur Klea. Dua të uroj të gjithëve, në veçantë ty Klea e dashur. Një estradë që vazhdoi për një vit me aktivitete, fjalime, përshëndetje dhe pa dyshime përqafime nga larg për Klia Ramën, besën bukuroshe të kryeministrit, e cila nuk e harron asnjë moment vendin e saj. Tani, le të dëgjojmë pak deklaratat e atyre që e vuajtën bikuris këtë projekt mashtrim, të aprovuar pa kaluar në asnjëhat verifikimi nga Ministria e Arsimit. Projektin 24 pas një urdhëri nga Ministria. Projekti ishte më pas, por derisa u ndërprej, me falli kemi ndjekur. 300 herë, më tani lini kemi qenë, se kemi qenë veç ne. Prezantimi i parë me ju. Një studente që ofronte bashkëpunimin ndihmën për të orientuar nxënësit në kuadrin e zhvillimit të karrierës për ata që kishin pretendime për të studiuar në Amerikë. Kemi qenë në kontakt edhe komunikim të vazhdueshëm me zëdhanë. Po unë kam qenë më pak e përfshira në këtë pjesën e saj sepse unë kam qenë pak e prerë. Ju keni folur në telefon, keni deklaruar në prokurori me vajzën. Jo, vetëm një herë kam marrë në fillim fare që jam Filania dhe por çfarë po bëhet më për projektin tim. I thash zonjë dashur, keni sjellë tash shumë shpresë për këtë gjë? Jo, do t'ju vi tani. Kur të vi shpresa tash atëherë tash do vazhdoj të çdo procedurë. Në bisedën me drejtoreshën e ZVA Tiranë, për herë të parë shfaqet e bashkëpunëtore e Hoxhallit, e cila me sa duket është përdorur nga ai për të shtuar besueshmërinë që Klia ekziston me të vërtetë. Unë nuk i doja projektet se më ngarkonin pjesën e mësuesve mbas procesit mësimor. E keni dhënë miratimin, projekti është zhvilluar në shkolla? Po, kam dhënë se ka ardhur me shkresë të lartë. Askush nga ata që folën nuk ka pse ndihet i mashtruar. I zhgënjur po, por as pak i mashtruar kur urdhri vinte nga e prorët.
Por edhe nga ministria nuk besoj se kishte dyshime. Ne jemi punoj shtetit, do bëjmë detyrat që na caktojnë shteti. Ne mund ta quajmë një mashtrim. Në momentin që unë quaj lojë, i bie që jam pjesë e lojës. Unë jam pjesë e lojës. Unë jam pjesë e procesit. Me ne nuk bëjmë gjë që nuk vjen pa leje. E morët seriozisht të gjithë këto? Ju janë shpërndar certifikata, nxënësve etj. Jo, nuk janë shpërndar. Projekti ka mbaruar të zhvilluar në këtë shkollë apo jo? Projekti nuk filloi. Pati disa trenzime WhatsApp dhe kaq. Duket që drejtori i shkollës Alidemi në Vlorë po mundohet ta bëjë sa më të parëndësishme këtë histori mashtrimi, por nëse shohim këto pamje, nuk bëhet fjalë thjesht për organizime në WhatsApp. Duhet theksuar gjithashtu se Klea Rama, alias Ermes Hoxhalli, ishte tepër kërkuese në punën e saj si drejtuese e projektit, duke u dhënë pjesëmarrësve detyra pafund. Por nga ana tjetër, tregohej e ngrohtë dhe miqësore, madje shpesh duke i ngacmuar bashkëpunëtorët e saj. Në këto mesazhe që ajo ka shkëmbyer me drejtorin e shkollës Alidemi në Vlorë, vihet re se ishte edhe një inkurajuese mjaft simpatike. Hajde, se ju kam krahasuar me gjimnazet e Tiranës. Mos më zgënjeni. Jemi më mirë. Do e shohim. Këto janë komunikime shumë normale, nuk krijojmë opinione të tilla saqë më tepër se një plenarje. Ndërsa ky është një urim për Krishtlindje, i ndërtuar me një stil poetik që do stimulonte edhe më pesimistin. Për këto festa, unë dua t'ju uroj një det buzëqeshjesh dhe mirësie, bereqeti dhe mirëqenie, dashuri dhe paqe. Mos keni frikë të ëndërroni, sepse ëndrat bëhen vërtet realitet, gëzuar festën e Krishtlindjeve. Hugs and love from Klea Rama. Merry Christmas. Goxha motivuese, por festat kaluan dhe Klea nuk kishte kohë për të humbur me kortezi, prandaj nisi të shfaqte edhe një anë autoritare të saj, duke ushtruar presion mbi zbatimin e projektit. Pash që më keni dërguar një listë, por tërësisht gabim. Unë i kam dërguar Irenës, se di pse nuk ju ka dërguar gjë. Një lloj si xhaxhai i saj kryeministër, Klea ishte shumë kërkuese ndaj atyre që tashmë ishin bërë vartësitë e saj. Sa filloi organizimi, ne patëm ato dyshimet tona për shkak të tejkalimit të disa kompetencave. Na duken gjëra pak të çuditshme, kemi pas kërkesa që të zhvillojnë gjatë orës procesit mësimor. Ishte i mbushur me aktivitete që nuk premtonin gjë. Po takime pafund, gara, sfida, konkurse, përzgjedhje. Kjo mbështetet edhe nga drejtoresha e projektit Valentina Lamaj, e cila ka deklaruar se i është kërkuar nga Klea Rama që të organizonin plot 3 projekte, ku do të konkuroheshin në fusha të ndryshme midis shkollave në vend. Janë krijuar grupe Zoom, ku kanë marrë pjesë 7 antar vlerësimi, përfaqësues të ministrisë, zyrave arsimore dhe drejtues shkollash. Duket qartë që Ermesi ishte i fiksuar jo vetëm totalli, por edhe tilos të vëndshe, drejtuesit më të lartë të sistemit arsimor në vend. Mësuesja urdhërohej gjithashtu që të shkonte në shkolla të ndryshme për të njohur nxënësit me universitetet e USA, dhe e gjithë kjo lodhje do të shpërblehej me certifikata pjesëmarrjeje të firmosura nga zyrtarja e ambasadës amerikane Amanda Robertson dhe vet Klea Rama. Por fat të keq, këto certifikata të aq shumë dëshiruara janë tërhequr nga mësuesit, ndërsa nxënësve nuk u kanë shpërndar pasi u konstatuan gabime në emrat e tyre. E po, Klea nuk mund të ishte perfekte në çdo detaj. Diku do të gabonte, dhe rastësia e dishi që të gabonte në emrat e nxënësve. Një detaj fare i parëndësishëm. Kjo mësuese thekson se edhe pse ishte drejtoresha e projektit, vendimet i merrte vet Klea Rama, listat i vinin të gatshme, edhe pse po shënohej emri i saj dhe vendose firma të cilën ja kishte dërguar të skanuar. Sa për vulat, vjeshin po ashtu nga Klea. Pra, mësuese Valentina ishte kthyer në një sekretare të thjeshtë të mbesës imagjinare të zotit Rama. Për mua e me radhë në disa shkolla njëkohësisht, nxënës dhe mësues kishin punuar fort, shpesh jashtë orari, për projektin amerikan që drejtohej nga Klea Rama. Drejtoritë e shkollave dhe drejtuesit e lartë arsimit po ashtu kishin qëndruar në dispozicion, duke u kujdesur që gjithmonë të ishin falendërues ndaj saj. Përshëndetje nxënës Kaltur. Përshëndetje më koordinator të projektit. Dua të uroj të gjithëve, në veçanti ty Klea e dashur. Ju uroj të gjithë nxënësve suksese dhe fitoft më i miri. Përshëndetje. Unë jam Klea Rama, fushatare juaja që jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej disa vitesh. Jemi në prag të një kohe që nuk mund t'i bësh ballë tregut pa intelektualitet, ku unë shpresoj dhe besoj se projektet tuaja do të renditen ndër vendet e para. Fjala e saj përshëndetëse mbyllet me thënien e Jimmy Carter. Nuk është Amerika ajo që ka krijuar të drejtat e njeriut, janë të drejtat e njeriut ato që kanë krijuar Amerikën. Faleminderit. Uroj me shpresojmë kemi fitus dhe mbase të bëhet më e mira për juve, për shkollën tonë dhe për gjithë sukses. Në këmbim të këtyre falënderimeve, Ermesi do ta shprehte vlerësimin me shumë gjentilesë, si në rastin e kësaj drejtoreshe, të cilës i dhuroi një buqet me lule. Si solli një buqet me lule? Ishte festa e marsit dhe fitoria e çmimit. Kur kemi bërë festën e dhënies së çmimeve. Te kemi bler tortë dhe kam lënë me lekë të mia. Fituam çmimin, po çmim.
Është një kënaqësi, imagjinoje tani të fillojë një projekt nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe shpallës fituese. Është një gjë e bukur që e kemi bërë me shumë kënaqësi. Tashmë, kur ka kaluar gati një vit, drejtoresha merr me sportivitet, por imagjinohet mirë të shtimi në ditët kur mësoi të vërtetën. Në të njëjtën kohë që Ermes Hoxhalli ndërvepronte me këtë skemë mashtrimi, ai po angazhohej edhe me një projekt tjetër, që po e zhvillonte në kuadër të studimeve të tij, kësaj radhe pa ndihmën e Kleas, por këtë më mirë na e shpjegon ky ish nxënës. Para këtij projekti Let's Talk Together ishte një projekt të amatërshëm. Që erdhi nga bëri ca audicione gjasme në përgjithë shkollat më të mira, që gjasme projekti ishte që bëhej një shfaqje teatri ku të merrnin pjesë edhe mësuesët si regjizor. Ai vlodhi gjithë mësuesit e Isë dhe filloj të flise për letërsi. Ky 18 vjeç që bënte si mirë. Me vetësim qartë dhe zyshat, aty se po merrin ta më seriozisht, kurse ky ishte vendosur në ato programin e vet. Edhe vetë që të hape në zonën keq, nuk e se e bënin mësuesat me qëllim. Sikur këto dyshim ta kishin pasur edhe ndaj një adoleshenteje imagjinare, kush e di sa situata do ishin kursyer. Por fati e deshi që ajo të ishte mbesa e Zotit Rama. Dhe jo një i ri që aspironte të bëhej aktor. Po na bënte një lloj ushtrimi ky me frymare të frymëzerë. Nuk e di se kanë këto muzikantët la. Ky ishte momenti i frynçaka. Po të qesh me zysha. Ai nuk e bëri përshtypje se më thon vazhdonte sundje fare se vet. Sepse Ermesi i kishte ide të qarta. Do thënë historia me Hermesin këtu përfundoi. Pastaj kam vazhduar Let's Talk Together about US, po s'është përmend fare emri i tij. Ne kemi bërë provime, kemi konkurruar me njëri tjetrin, pasi përfundoi gjithë procesi dhe dolën më të mirë. Ti ishe një ndër to? Po, një ndër to. Ndër 20, që ishte provim tek për tek me ekspert, me mësues biologji, tese matematik, biologji në anglisht, me komisione me gjëra, edhe ai që fali shkonte dilën nga projekti. Imagjinoni pak me 10 nxënës, por edhe prindër të mërzitur, duke menduar se kanë humbur mundësinë e jetës. Por sidoqoftë, dikujt do t'i ndriste fati. Kuptohet, edhe fal punës sistematike. Dhe ato 20 veta që dolën, fillon gjasme përgatitet për aplicimin për USA. Na kërkon dokumenta, jo vërtet banki, llogari bankare që ketë paktën minimum 500 euro, gjasme të si besueshëm për universitetet që do aplikosh atje. I vetmi kapitullim që ka qenë, që sa ka dhënë indicje për dyshuar ka qenë me ministrisë. Duke bërë gjithë ato procedura të rregullta, do dalë lajm nga Ministria e Arsimit, zëvendës ministrat na thonë që shikoj se është gjithçka transparente, gjithçka kështu. Shkruan dyshim. Pavarësisht me personelin tonë që ka qenë koordinues e bisedonin, por si ka mundësi një vajzë me emrin e kryeministrit të bëjë gjithë këtë gjurëllësi më thënë. Por Klea nuk dilte me flamur në dorë, duke treguar për lidhjen familjare që kishte me të parin e vendit. Por ama nuk kursente raste pa ndërtuar skenare ku Liaj të kuptohej diçka e tillë. Ka bërë edhe Snapchat. Edhe na dërgonte video sikur po shkon gjashme me kryeministrin për rrugës. Edhe se çka ka bërë. Ka qenë një rast i mitingut që po të bëre Derama në Greqi, kishte bërë screenshot gjashme sikur kishte shkruar gruaja e kryeministrit, kishte shkruar tetoja aty. Kishte shkruar që më shumë paska këtu se sa në Shqipëri njerëz. Mbrapa kemi marrë vesh nëse kush ka qenë. Por ka edhe nga ata që ende sot nuk e din që kanë rënë projekti i mashtrimi. Për shembull, kjo ish nxënëse që ka dalë publikisht duke lexuar fjalimin e Klea Ramës, nuk kishte marrë vesh asgjë derisa u takua me ne. Unë jam Klea Rama, një bashkëpunëtare juaja që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës prej disa vitesh. Fjalimi, çfarë tha? Ma dha zysh, ata do lexosh për nesër. Është një tha që do të vinë këtu, tha për pa mundësi na bën përshëndetje për live, edhe tha në vend të asaj do lexosh ti. Atëherë Klea Rama nuk ka qenë një person real. E ke marrë vesh apo jo? Jo, se pas kam diçka. Ndihesh pak e zgënjur duke qenë se ka vënë lojë ose ke lexuar diçka që Po, normal, tani që e marrë vesh. Po nuk thon as mësues as një gjë çfarë ka ndodhur? Jo, në shkollën tonë nuk besoj të diskutuam fakt sa kam qenë në shkollë. Ka përdorur dhe skema të tjera me aktorë të tjerë apo ky është mashtrimi i parë që ka bërë? Jo, i parë. Ka qenë i fokusuar te mënyra e arsimimit, ka tentuar të hyjë deri në Shtëpinë e Bardhë në Washington. Aty nuk ka penetruar dot. Kjo ka qenë frikë e ambasadës amerikane, që përdorimi i teknologjisë mos të ndrynte në të dhënat apo database-in e Shtëpisë Bardhë. Po si nisi rrëzimi i gjithë skemës së ndërtuar me aq mjeshtri dhe kujdes nga 20 vjeçari? Gjërat filluan të merrin një rrjedh tjetër, ishin një këto dyshimet tona, kështu që nuk është se i respektuam gjitha kërkesat. Këto dyshime erdhën pasi Klea e ngriti stekën e talljes, duke kërkuar që të neglizhohej procesi mosimor për të kryer një nga fazat e projektit. Ajo madje ushtroi presion mbi mësuesen koordinatore të shkollës Alidemi në Vlorë. Në këto kushte, drejtori u detyrua të interesohet personalisht pranë ambasadës amerikane dhe aty kuptoi se gjithë këto sakrifica që së bashku me kolegët kishin bërë për nxënësit e tyre, kishin qenë thjesht mashtrime. Menjëherë sapo përfaqësuesja e ambasadës amerikane, Amanda Robertson, e
e përfshirë në projektin e mbesës imagjinare, deklaroi se në nënshkrimin në këto certifikata nuk ishte i saj materiale të dërguan për ekspertizë. Dhe përgjigjen besoj e merrni me mend. Ndërkohë, më datë 6 mars 2024, pasi edhe ambasada amerikane u vu në dieni nga zyrtarja në fjalë për falsifikimin e dokumentave, prokuroria nisi hetimet, gjë që do sillte edhe fundin e Klea Ramës. Sektori për hetimin e ndërhyrjeve kompjuterike përmes pasuardeve të adresave që qarkullonin në ministri dhe në zyrat arsimore, të hapura me kredencialet e vajzës imagjinare, bie në gjurmët e Hermesit. Ai thirret në prokurori më datë 1 korrik 2024 si person që ka dieni për rrethanat e hetimit. Dhe aty u përpoq të mashtronte sërish. Në deklarimin e tij është shprehur se Klea Ramën e njihte nëpërmjet Instagramit dhe i kishte bërë follow pasi i kishte dalë te sugjes. Pas një sër mesazhesh, ajo i kishte ftuar të bëhej pjesë e projektit Let's Talk About US, por ai e kishte refuzuar pasi ishte i zënë me provimet, por pas shumë kërkesave të saj, pretendon se e kishte ndihmuar për të realizuar disa postera dhe video për projektin. Mes të tjerash, ajo i kishte shprehur edhe faktin që ishte e afërmja e kryeministrit. Një trillim i holl që do të vazhdonte përballë syve shpotitës të agjentëve të hetimit kompjuterik, të cilët e dinin që protagonisti i mashtrimit ishte ai. Sidoqoftë, ata vazhdonin të qetë të dëgjonin rrëfimin interesant të Hermesit. Sipas tij, kërkesat e Kleas sa vinin e shtoheshin pas posterave dhe videove. Ajo kishte pasur nevojë edhe për logon e Departamentit të Shtetit dhe logon e vulës së Këshillit të Ministrave. E pasi ja kishte dërguar këto, të cilat i kishte gjetur online, ai e kishte pyetur shoqen e tij virtuale se si qëndronte e vërteta dhe se kush ishte ajo, por Klea i ishte përgjigjur vetëm me një thanks. Pyetjes së prokurorisë se përse në telefonin e tij gjendeshin edhe foto të këngëtares amerikane Gracie Abrams, ai u justifikua se pasi kishte konstatuar se Klea Rama përdor foto të saj, i kishte shkarkuar ato dhe kishte këshilluar shoqen e tij për të updateuar profilin e saj me foto të reja. Menjëherë pas këtyre deklarimeve as pak të besueshme, prokuroria do të sekuestronte 2 telefonat e Hermesit, në të cilët gjeti një thestar të vërtet. Dokumenta të falsifikuara, si certifikata, letër nga shtëpia e bardh, formular aplikimi, listë nxënësish, fjalime, modele shkresash, listë shkollash, rregullore projekti, teste, proces verbale, logo të shtëpisë së bardh, logo të Departamentit të Shtetit, logo e vulës së Interpol, foto aktivitetesh, dëftesa, foto të modifikuara me Edi Ramën, mesazhe të modifikuara me Mimi Kodhelin dhe Elisa Spiropalin dhe djalin e vogël të kryeministrit. Pas marrjes në pyetje, Hermesi u la të jetojë në gjendje të lirë. Ndërsa nëpër shkolla ishin hapur fjalët që projekti për të cilin ishin lodhur aq shumë nuk ishte i vërtet. Dhe këtu, për herë të parë, Klea Rama përballet me kërkesë llogaria nga nxënësit në grupin e WhatsApp-it. Kjo është shumë serioze, përderisa është bërë mediatike dhe mendoj që kaluan të gjitha fazat e projektit dhe nuk pati asnjëherë një përfaqësues të huaj të fliste mbi këtë projekt dhe asnjë faqe zyrtare të huaj, për shembull faqe Instagrami që dëshmon mbi projektin jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shtetet e tjera. Mis, të lutem rezervo deklaratat ose mendo mirë përpara se ti thuash, sepse aty thuhet që ne ju kemi kërkuar lek ju. It's really this? Unë po flas me prokurorin për zbardhjen e rrethanave. Sa po dërguam çështje në prokurori? Keni diçka zyrtare që mund t'na tregohet ne nxënësve që është vërtet një projekt legjitim, sepse edhe ne jemi të shqetësuar tani. Be happy and smile, don't worry. Pra, pasi luajti mirë për shumë kohë me punën dhe mundin e tyre, Hermesi nuk ushteu as talljet, që nuk zjatën shumë. Sepse në fund të korrikut 2024, ai do të arrestohej për mashtrim kompjuterik dhe falsifikim të dokumentave, e që nga ajo ditë ai ndodhet në burg. Fillimisht kaloi një periudhë shumë të rëndë, ditët e para. Më pas ku shtuam kontaktet në paraburgim, me të arriti të balancoj ndjesinë, mentalitetin e tij me një shkollë të dytë që është burgu, por që ai nuk e gjen veten aty normal. Ajo që ai gjen veten në vënia në dispozicion të një kompjuteri dhe mendime e programeve që të reja apo në zhvillim që mban. Sot njerëzit që përdorin IT-n apo teknologjinë, por po shkojnë për fushata zgjedhore, po zgjedhin edhe president të republike, kurse ne kemi mendjen vetëm për të mbajtur qoftë një njeri pa shkollë me diplomë të blerë, edhe një person që është i lindur për atë punë ta rëndojmë duke e mbajtur në burg me një kohë që askush nuk i intereson. Sipas avokatit, një individ i tillë mund të jetë një aset në ndihmë të policisë për të ndihmuar në situata të ngjashme me ato që shkaktoi vet. Unë kam qenë në Spanjë dhe ishte një fëmijë 7 vjeç i cili hynte në programin e IT-së aviacionit. Dhe prishte gjithë regjimin e aeroportit. E gjetën, i lidhen rrogë sa 10 fishi i rrogave që merrin prindrin e tyre. Ai ishte vetëm 7 vjeç. Të njëjtën gjë duhet bën edhe shteti shqiptar. Po shteti shqiptar në rastin konkret shikon më shumë të rrit numrin e të dënuarve, që s'duhesh mas fare ndaj tij, por duhet qeveria shqiptare ta punsonte. Ky është
është lindur. Dhe këtë nuk arrin të kuptojnë. Ja e mbajtë 2 vjet, 3 vjet në burg, prapë me atë ditë të bëj. As arresti në shtëpi, as si zog që e mbajmë ne në burg, është kot. Pra, ka përmisa që ta bëj sërish. Atë ditë të bëj, por këtu është problemi. Sa e aftë do të jetë qeveria shqiptare për ta thithur trurin e tij. Truri i tij blihet me miliona. Një lloj si Frank Abagnale, falsifikatori i famshëm, i cili më pas u rekrutua nga FBI, atje ku sot e kësaj dite është e angazhuar në zbulimin e rasteve të mashtrimit. Dhe fati madh s'ka në lek, sepse fliste në emër të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fliste në emër të kujdo, dhe askush nuk e dinte rrugën. Po desh të kanalizohesh kjo nëpërmjet ambasadës amerikane. Turistnia ka qenë shumë e lartë. Kjo çështje është ambasadës. Nëse nuk do të ishte përfshirë ambasada amerikane në këtë histori mashtrimi, gjërat mund të shkonin ndryshe për të riun? Këta ka thënë ambasada dhe nuk ja mban të japi pavajsi. Imagjino ambasada të ndryhe për njerëz jo të fajshëm. Problemi më i madh është çfarë do ndodh nesër me këtë njeri. Në një njeri që i ka ide brillante dhe unë i bëj thirrje që truri i tij të përdoret për qëllime të dobishme nga ana e qeverisë shqiptare. Ky është këndvështrimi i avokatit të Hermesit. Sidoqoftë, duhet theksuar se pavarësisht mendjes brillante që mund të ketë, ky i fundit ka luajtur me ëndrrën e qindra nxënësve dhe mundin e 10 mësuesve. Që në momentin që ne po flasëm, unë po edhe zari po më dritet. Ndjesh bosh. Nuk besoj se është ndjer mirë kur ti vesh. Dakor? Keni investuar shumë? Po jemi më, sa po kemi investuar. Normalisht sa. Është gjëja më absurde. Të shkoj domethënë një 18 vjeçar të bëj gjithatë mashtrim, si ka një pesimist. Dhe s'kam gjikuar dhe se duke u marrë për këtë hajtë se po aplikoj për USA, s'kemi pa vende tjera. Në nga qëlloj edhe për provimet e maturës, dojnë si mashtrim, jo stres, jo gjëra. Jeni zgënjur nga ky projekt duke qenë se u angazhuat kaq shumë edhe nxënësit? Ose morët seriozisht? Gjë që u letësova për një vit të gjatë pune të vajtur dëm. Flea, flis orar pa orar. Nëse fundi i këtij mashtrimi, për disa ishte lehtësim, për drejtoreshën e gjimnazit Qemal Stafa, duket se ishte fillimi një maksi. Unë nuk do doja që askush të jetë në një pozitë të tillë. Unë nuk mund ta besoja dot, shumë e dhimbshme për mua, shumë e dhimbshme, dhe kjo që për mua ishte e tepërt. Është për gjithë ekuilibri familjar. Je në një ditë të bukur, në kulmin e gjërave të tua të bëra, në një ditë provimi mature. Të vinë dy persona të thonë që hajde këtu dhe ti e për këtë gjë dhe të rezultosh që ti je në hetim për blasë publike, është një llosje masive, sepse ishte diçka që të gjithë jemi zënë befasi. Për këtë gjë jemi të keqardhur, se të gjithë kemi punuar. Ndërkohë që për nxënësit dhe mësuesit, përjetimet ishin emocionale dhe me nota trishtimi, për zyrat vendore të arsimit duket se nuk ka pasur të njëjtin impakt. Në fund të fundit, puna e tyre ka qenë të bënin thjesht forward emailin. Si projekt e mbaj mend vetëm pjesën e mbylljes, nuk është se di që të jetë zhvilluar. Jeni e sigurt sepse kjo ka dalë në të gjitha mediat, besoj jeni informuar? Jo, se kam si informacion. Nuk ndikoi as pak te ju si zyrë vendore arsimore? Jo. Po si jo? Nuk ju ka shkaktuar asnjë shqetësim gjithë ky mashtrim? Domethënë, nëse nuk ju shkakton juve, kujt duhet t'i shkaktoj? Tani ai projekt nisi dhe u mbyll. Jeni vendosur në lojë, prandaj u pyes. A jeni zhgënjur? Mirë, nuk më kujtohet që t'ju kthej një përgjigje për këtë gjë. Sepse i keni marrë vesh edhe nga ju që është një skem mashtruese, nuk e mbaj mend për çfarë bëhet fjalë. Dakor, për Klea Rama nuk keni dëgjuar asnjëherë më parë. Jo, nuk e kam dëgjuar këtë që po më thoni. Jeni zhgënjur kur mësuat që gjithë kjo ishte mashtrim dhe jo një projekt real? Patjetër, gjithë ato mësues gjithë pjesët e kësaj. Unë jam vënë lojë, sepse normalisht një person i cili ka shkresa të ardhura nga institucionet e prore të tij nuk dihet në lojë. Mendoni që ka dështuar sistemi arsimor duke qenë se nuk ka konfirmuar asgjë? Jo, nuk mendoj se është kjo gjë. Mos harroni edhe një gjë, se në çdo institucion ka pasur jo hakra, ju e dini që edhe në mes Amerikës ndodhin gjëra të tilla. Thuajse të gjithë drejtuesit e ZVA-ve në rrethe vendosin duart përpara duke mos pranuar asgjë përgjegjësi për mashtrimin e pësuar, ndërkohë që ka një person të përfshirë direkt dhe ndoshta më e sulmuara padrejtisht në këtë histori. Kuptohet, pa dijenin dhe pa dëshirën e saj. Zonja Valentina, përshëndetje, si jeni? Unë jam Atida Prendi, gazetare nga Piranja. Doja të pyesja në lidhje me projektin e Klea Ramës që ka rezultuar mashtrim. Ju jeni zgjedhur si mësuese koordinatore dhe jeni ajo që për fat keq jeni vënë më shumë në lojë nga të gjithë. Sepse është përdorur dhe firma juaj, keni bërë dhe një video përshëndetse. Normalisht gjithçka ka dalë në dritë, jam sulmuar pa të drejtë, nuk kam pas asnjë moment procedim penal. Të ju që i keni mbusur gjitha mediat e dini shumë mirë se jam ndjerun. Po. Na vjen keq realisht. Të lutem, nëse do t'ju kisha ardhur keq nuk do jeni të mbalt mbi një person që ka punuar dhe ka ndjekur të gjithë rregullat që ka punuar. Pavarësisht se është hera e parë që ne po merremi me rastin Klea Rama dhe zonja Lamaj po na sulmon padrejtisht, e mirë
kuptojmë gjendjen e saj emocionale pas akuzave absurde që u hodhën për bashkëpunim në mashtrim. Kam qenë në punë. Të mendoj vetë se mund të ndjer, kam kaq vite në profesion dhe kam punuar me ndershmëri. Unë kam dalë në ekskluzive për drejtat e mia. Kështu që jam me kokën lart, kam bërë një punë që më është ngarkuar, nuk i kam hyrë në hak asnjërit dhe 68 koordinatorë që kanë marrë pjesë duhet të gjithë të ngrihen dhe të flasin për këtë. Gjithçka mund të diskutoni dhe të kërkoni ata që ne na kanë urdhëruar me drejtorinë, me ministrin dhe kaq. Ata që un kam kërkuar duhet prononcojnë dhe akoma kërkojnë të prononcohen. Zonja Guga, përshëndetje, si jeni? Kam ardhur të pyes në lidhje me projektin Let's Talk About US nga Klea Rama që rezultoi mashtrim. Është një çështje e mbyllur. Doja të dija si jeni ndjer, duke qenë se jeni ju që i keni dërguar emailin në ZVA, DAP, edhe më pas u dorëzuan në të gjitha shkollat. Jo, nuk jam unë. Jeni ju sepse kam deklarimin tuaj në prokurori. Jeni ju që keni bërë një përshëndetje në rrjetet sociale, e keni dërguar ju emailin nëpër shkolla dhe nëse nuk do ta bënit ju, nuk do të ndoste kjo gjë. Më falni. A mendoni se ka dështuar sistemi arsimor momentin që ju nuk verifikoni asgjë? Zonja Guga, e lutem. Momentin që ju nuk verifikoni asgjë, por unë respektoj media dhe të gjithë. Mjafton që thjesht një person të thotë që është mbesa e kryeministrit dhe ju ta merrni gjithë këtë aksion? A nuk duhet ta verifikoni më parë, zonja Guga? Zonja Guga, jeni vënë në lojë nga një person që pretendon se është mbesa e kryeministrit. Nëse ju do ta kishit verifikuar, gjëja nuk do të arrinte deri këtu. Ju lutem, mos më pengoni. Ka mundësi se nuk mund të përgjigjem për një çështje të mbyllur. Zonja Guga nuk pranon asnjë përgjegjësi për çfarë ka ndodhur në kurrizë të nxënësve dhe mësuesve, edhe pse ka qenë në majën e piramidës së këtij projekti fantazëm, që u pranua vetëm për shkak të një fjalie. Jam mbesa e kryeministit Rama. Si ka mundësi mos interesohet njëri mos çaj kokën parë. Si nuk doli ministri i arsimit me thonë, çka ka ndodhur, si na pyes si është puna. Mos kanë bërë dëm monetar, dëm emocional gjatë gjithë kësaj periudhe. Ndërkohë që doli vetë ministri, Ermina Gova, duke na garantuar. Nuk dim nëse duhet të qeshim apo të qajmë me këto që sapo pam, por diçka është e vërtet. Nga ky mashtrim i të riut nga Çipani dhe Vollit, patin nxënës që mësuan më mirë dhe mësues që punuan me më shumë përkushtim. Ke fundit, si më thon, nuk është se kemi humbur gjë, eksperiencë e re. A nuk është ky arsimi që ndorojmë për dekadash?